koha me këtë. Sikur të kishin pas kërkesa ma normale ata zotri. 3 votat e nismës prej fillimit u dije që ishin, sot ishte kry edhe kuvendi, ishte konstituu, edhe kështu pas qeveri. Çka s'është normale dhe në? Jo, dëgjoj. Te kërkesat e tyne. Po kërkesat janë po ky si jep, sepse ka marrë 28 28 deputet i ka marrë. Po çka s'është normale? 28 deputet dhe saj me 3 deputet këshyr Jakop gjysën e qeverisë, atëherë fal po diçka nuk shkon. Dhe krejt me të drejtë, zoti Kurti mundet me na çon zgjedhje me thon qytetarëve, unë nuk jam si ata të tjerë. Për shkak se sa me ata të tjerë pikërisht votuar shumë. Orrit na një fitilin. Në zgjedhjet qershorit. Nuk mund zoti Kurti më na çon zgjedhje. Duhet prap konsenzus me partitë opozitore më na çon zgjedhje, sepse presidenti ja vendos zotni. Nuk mund zoti Kurti me bë çfarë do të Okej, s'kemi kohë. Ka zoni popullit të Kosovës që zoti Kurti s'mund me bë çfarë do në këtë vend. S'kemi kohë, po do t'i adresojmë edhe këtë çështje. Se keni mësuar alo. E do t'i adresojmë edhe çështjen e zgjedhjeve. Muzafer Avdyli, shikuesi i parë që bën pyetje, do të përshëndetë kushtrim të nderuar panelist. Ju përshëndet gjithëve. Zoti Avdyli. Një pyetje për zotin Kryeziu, thotë deri në sa seanca duhet të dështoj kuvendi në këtë rast nëse nuk zgjidhet kryetari i kuvendit. Pas sa seancave nëse nuk ka zgjidhje duhet shkohet në zgjedhje konkretisht. Nuk kushtetuta nuk e parashe, as rregulloria e parlamentit nuk e parashe, vetëm e parashe që çdo 48 orë duhet të vazhdoj seanca. Seanca është kjo një seancë me shumë takime. Përfundon kur zgjedhet kryetari i parlamentit. Edhe pas sa seancave nëse nuk ka zgjidhje në fakt, duhet shkohet në zgjedhje. Nuk ka, mekanizëm, nuk ka mekanizëm për zgjedhje. Zgjedhje shkojmë. Fryma zoti Kryeziu. Fryma kushtetutës thotë kohë e arsyeshme. Fryma njerëzore, është ajo njerëzore. Jo son njerëzore, kushtetuese. Vetëm pak. Dëgjom. Jo njerëzore, kushtetuese. Kushtetuese hod në kohë të arsyeshme. Po dhe kushtetutën e hartoi njerëz. Tash, do të thonë, shkojmë na kështu. Kur konstituohet parlamenti. Konstituohet parlamenti. Qetësia lil. Kur konstituohet parlamenti, atëherë 15 ditë do e nxjerrësh nga ora Halilin se kishte momenti. Këshirë që i prova, do në më gjithja këju. Kishte momenti Edhe mu do ke Paramendoj e shtine me shpërthy dhe provën. Po s'ka imu të njegna. Do të thonë, mandatari, nëse se banë qeverinë mbrana 15 dite, shkojmë edhe 10 herë. Nëse ju, atëherë shkojmë zgjedhje të jashtëzakonshme për 40 ditë, presidentja dhe më shpo zgjedhje për 40 ditë, 10 ditë është fushata. Në mënyrë kumulative, prej momentit kur nominohet mandatari, duhet me kalu gjatë 10 ditë dhe nëse nuk zgjedhet institucion shkojmë zgjedhje të jashtëzakonshme. Po kjo zgjidh zoti Kryeziu. Po qeveria e dim, një Kosovë që lexon kushtetutshmëri e ligj e din. Për situatën ku jemi sot nuk po dihet. Nuk ka afate. Jo po. Pse pe Mohanti më tha, unë thash kushtetuese, fryma e kushtetutës Kosovës o koha e arsyeshme, ti tha jo njerëzore. Kush arsyeshme? Arsyeshme është njerëzorja. Ja. Jo domosdoshmërisht. Ka dhe qanje më inteligjente menoj unë. Se njerëz. Se njerëz. Ko universe paralele. Që në debat s'pesho kërkon ndoshta në debatet tjera. Po tash shumë. Jo tani, po a mund të intervenoj presidenti? Vetëm pak Halil, ta qartësojmë një gjë se Muzaferi kërkon përgjigje. A mund të intervenoj presidentja? Kur e sheh situatën që është ngërç që nuk zgjidhet 48 orë pas. Nuk është shumë e sqaruar, është në 113 pika 5 e Kushtetutës së Republikës Kosovës. Nëse presidentja e sheh e konsideron se ka shkelje që nuk po krijohet institucioni parlamentit, ka detyrë dhe të drejtë me kërku një kërkesë në gjykatën kushtetuese. Kjo është sa. Okej. Ilir Venhari, pyetje tjetër, vazhdojmë. Ilir Venhari thotë pyetje për panelistët avokues të